631 që janë gjithësej. Po? Ja, dalemi, 196 raportuara nga 231, thua ti qendra votimin total. Atëherë, nga 146.000 votues që janë nga këto qendra që kanë dërguar informacioni, ka votuar 17.392 votues, ose shprehu kjo me përqindje 11.84%, duke ju referuar gjithmonë shifrave zyrtare në zgjedhjet e 25 majit të këtij viti që ishin për pushtetin qendror, pjesëmarrja në votime e Bashkisë së Vlorës ka qenë 21%. Dërsa tashmë për bashkinë që janë zgjedhjet për kryetar bashkie, pra këto që po zhvillohen sot, është vetëm me 11% afro 12%. Gjithmonë duke ju referuar shifrave zyrtare, do të poja faktin se sipas shifrave zyrtare dhe sipas të dhënave zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në Bashkinë Vlorë janë 4 KZAZ të ndara në 82, 83, 84 dhe 85, ku konkretisht KZAZ 82 është në shkollën Alidemi, në KZAZ 83 është në shkollën Ismail Qemali dhe 84 dhe 85 janë në Pallatin e Sportit. Pikërisht në Pallatin e Sportit vetëm pak minuta më parë ka patur një ndërprerje të energjisë elektrike për afro 10-15 minutash dhe siç na njoftojnë kolegët tanë, është rikthyer energjia elektrike, ka qenë një defekt i shkurtër i cili ka bërë të mundur ikjen e energjisë elektrike për afro 15 minuta. Çka do të bënte nëse do të ishte ndonjë defekt serioz, do të bënte që të kishte probleme në grumbullimin e kutive të votimit, pasaj dhe kur do të niste procesi i hapjes dhe i numërimit të këtyre kutive të votimit. Gjithsesi, kutitë e votimit janë mbyllur në qendrat e votimit, ato do të vulosen, do të plotësohet dokumentacioni dhe do të nisen drejt KZAZ-ve, ku atje do të grumbullohen, do të dorëzohen me proces verbal dhe pritet pasaj nëse komisioni i numërimit, pra grupet e numërimit do të nisin nga puna për t'i hapur dhe për të bërë numërimin e kutive të votimit. Kjo do të përcaktohet se si do të bie dakord se kur do të nis procesi i numërimit të kutive të votimit. Sipas informacioneve të marra, në votimet e kryera vite më parë, zakonisht është vendosur që numërimi i kutive të votimit të kryhet në orën 12 pas mesnatë, pra në orën 00 kur fillon dita tjetër. Por meqense janë pak kuti votimi dhe pjesëmarrja ka qenë tepër e ulët, mendohet që të nisë më parë procesi i hapjes dhe i numërimit të kutive të votimit dhe thuhet që brenda mëngjesit të ditës së nesme, maksimumi deri në orën 10 të mëngjesit të ditës së nesme, të ketë një rezultat se kush do të jetë kandidati fitues për Bashkinë e Qytetit të Vlorës. E qartë, në fakt, pjesëmarrja në Vlorë shënon një rekord të ullët, duhet thënë, dhe nëse e krahasojmë edhe brenda këtij procesi ku pjesëmarrja në tërësi është e ullët, po dhe nëse e krahasojmë me bashkitë e tjera, pra brenda këtij procesi, po them në vetvete, nuk e di nëse është shënuar ndonjëherë një pjesëmarrje kaq e ullët, po do të kemi rastin ndoshta ta analizojmë edhe më vonë. Armela, do poja faktin se rreth një orë para se të mbylleshin kutit, kryetari Partisë Socialiste të Vlorës ka bërë një lutje duke u drejtuar qytetarëve vlonjat që të shkojnë dhe të votojnë. Ose praktikisht as administrata nuk ka dalë, nëse bëjmë një përllogaritje thjesht, as administrata e bashkisë nuk ka arritur të dalë nëse shohim shifrat. Po, atëherë unë do thosha që meqense ka qenë dhe një ditë shiu, këta sheqerët e Partisë Socialiste nuk kanë dalë, kanë marrë lagështi, janë tretur. Batutat e tua nuk mungojnë asnjëherë, Xhemil. Faleminderit, rilidhemi sërish më vonë për të ndalur me të tjera detaje nga Vlora. Ishim me Xhemil Beharaj, ka qenë ai përgjatë gjithë ditës së sotme në Vlorë, ndërkohë do të shkojmë tani dhe do të shohim nëse është përmbyllur